Kryetar, si e vlerësoni gjendjen aktuale të gjykatës që drejtoni në aspektin e ngarkesës me lëndë dhe punës në përgjithësi? Realisht, mundem me thonë që Gjykata Supreme është mirë në trajtimin e lëndëve, ka ngarkesë, nuk mundem me thonë që s'ka ngarkesë me lëndë, mirë po trajtimi i tyre bëhet brenda një afati të arsyeshëm, kështu që mundem me thonë që në këtë aspekt nuk kemi problematike të theksuara. Gjatë vitit kalon, gjithsej kemi pas në punë dikon 2723 lëndë, prej tyre janë përfundu 2209 lëndë, ndërsa kanë mbetë për periudhën raportuese dikon për këtë vit 544 lëndë, që nuk kupton që nuk është një numër i madh i lëndëve në punë dhe gjitha mund trajtohen me një afat të arsyeshëm. Realisht, ne jemi në kapacitetin e plot gjyqtarëve, do të thotë kemi gjitha vendet e plotësuara, s'kemi pas problematik me mungesë gjyqtarëve që e ka bërë Gjykatën Supreme, ndoshta të veprojnë komoditetin e saj të punës në këtë aspekt. Kryetar, raportet e Institutit Kosovës për Drejtësi vazhdimisht evidentojnë vonesa në trajtimin e lëndëve dhe tejkalim të afateve të arsyeshme në përgjithësi në sistemin gjyqësor të Kosovës. A është ky problem në Gjykatën Supreme të Kosovës? Unë veç e theksova që në Gjykatën Supreme se kemi këtë problem. Në momentin që çështjet vijnë në Gjykatë Supreme, mund me thonë që 2-3 muaj është mesatarja e trajtimit lëndëve, ndoshta ka lëndë që trajtohet edhe më shpejt, po kjo është thot mesatarja. Mund ndodhë që ndonjë lëndë këtë vonesa dhe më të madhe, po zakonisht kjo është brenda këtyre afateve vendose.